Çdo ditë më shumë në rrugët e vendit ka jo pak të rinj që lëvizin me armë vete, duke u kthyer në rrezik potencial. Edhe të shtunën në Laç, sherrri mes të rinjve të armatosur, i mori jetën një 24 vjeçari dhe e plagosi 4 persona, një prej të cilëve shitëse ambulante. Kjo zonë, por edhe të tjera përreth, kanë qenë jo pak problematike vitet e fundit, ku qytetar janë përfshirë në grindje dhe më pas kanë përfunduar në konflikte me përdorim të armëve. Ekspertët thonë se veprimtaria kriminale në zonat si Laçi, Lezhë e Fushkruja është e trashëguar. Ne i kemi parë se si në të zonë grupet kriminale, aktivitetet e tyre i kanë patur që për viteve 90 deri në ditët e sotme, ato një farë mënyre e kanë trashëguar veprimtarinë kriminale. Atëherë është mungesa vullnetit politik që i kalon këto zonat lira dhe mund t'i duhen dhe mund t'i vlen, ose mungesë vëmendje, mungesë përgjegjësie të institucioneve. Por a duhet të ketë kontrole të shtuara të policisë në këto zona? Ekspertët thonë se një pjesë e aksioneve dekonspirohen e në raste të tjera kontrollohen qytetarë të thjeshtë e jo ata të cilësuar si të fortë. Institucionet ligjzbatuese mund të themi që kanë bërë jashtëzakonisht pak për ta menaxhuar aktivitetin e grupeve kriminale në atë zonë. Kjo mendoj që nuk është çështje e strukturave lokale, por problematika në drejtim të sigurisë, në drejtim të prokurorisë, në drejtim të gjyqësorit, ka qenë nga piramida dhe është shtrirë deri në fundin e saj. Themi që duhet dalin në rrugë dhe të bëjnë kontroll të këtyre mjeteve, nuk besoj se do jetë rastësia për të kapur ato, por dhe fakti që janë të trimëruar dhe lëvizin në automjete me ato tregon edhe një herë që nuk kanë pasur kontrolle dhe nuk kanë pasur presion në institucioneve dhe nuk njohin frikën, ose kanë njohje të cilët në një farë mënyrë përkthehen në një lirshmëri që nuk kontrollohen, meqense njihen kush janë dhe kontrollohen më shumë qytetarët e thjeshtë se sa vetë ata si persona. Pra pjesa e fortë e familjeve të forta, e djemve të fortë, i ka krijuar atyre premisa që të lëvizin me mjetet të shtrenjta, por në një koncept të armatosur. Sherrri të shtunën mes të rinjve ndodhi i çastit pas fërkimit të pasqyrave të makinave që ata udhëtonin. 24 vjeçari Gerald Pitri ndroi jetë në spital, ndërsa 4 të tjerë mbeten të lënduar, njëri prej të cilëve vijon të jetë në gjendje të rëndë. Pas pak do të ndiqni